Marrëveshja midis qeverisë shqiptare dhe asaj greke për kërkimin dhe nxjerrjen e eshtrave të ushtarëve grek të rënë gjatë luftës së viteve 1940-1941 vijon të shkaktoj reagime në qytetin e Korçës. Banorët e fshatit Panarit, aty ku do të kryen edhe kërkimet për eshtrat e grekërve, shprehen se kjo marrëveshje ju kujton masakrën e fshatit të tyre të cilësuar në histori si masakra e Panaritit. Më të vjetrit nga kjo trev pohojnë gjithashtu se para se qeveria të nënshkruajë marrëveshje të tilla, duhet të kthehet një herë në histori dhe të kujtoj 375 panaritarët të cilët u masakruan me sopat nga grekët më vitin 1914. Duhet kujtohet qeveria shqiptare për masakrat që është bërë në Panarit, që kanë therrur 320 veta, 372. Greku ka masakruar terraca shqiptar në fshatin Panarit, 300 veta dhe fëmijë dhe gra. Shqiptar duhet ta kërkojnë këtë që ka bërë Greku në Shqipëri. Edhe pse kanë kaluar gati 100 vjet, kjo masakër vjen të mbetet në memorien e banorëve të zonës. Ata sjellin dëshmi rënqethëse të djegjes së të gjithë fshatit, por edhe të masakrimit të qindra të tjerëve, duke i shpëtuar së patës vetëm 3 prej tyre. Në të afër dajon kisha, dajon që ashtu në xhakt, 11 orë në ti në xhak. E një se i ku shpëtoj në greku dhe nuk e gjetën dot në xhak, u fshi. Vajti ajo atje grekët, ajo fut në bindë, poshtë, se ishme bindë shtëpia. Fëmijën e la lartë. E theri atë fëmijën, e rritë e gjaku në dyshemeja. Kush e theri? Greku. Shpëtoj një grua, ati një shape, apo ajo i dha djalin, ati theri djalin, edhe i ku tërnat në natë, pas e kite një vëllam një kauraja. Thonë që ka shpëtuar edhe 2 burë. Sipas banorëve, qëllimi i masakrës ishte racist, përçarje mes popullsisë muslimane dhe asaj të krishterë, qëllim të cilin nuk e arritën dot.